Bismillah, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. E falenderojmë Zotin Xhelashanu, dërgojmë salavatin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi sot me ditën e tretë të radhës së seminarit tonë që jemi duke folur rreth një pjesë të trashëgimisë tonë të Islamit, që është një hadith shumë i madh dhe një hadith shumë i vlefshëm, që është hadithi i Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu, që na përshkruan mënyrën se si e ka bërë haxhin shtyllën e pestë Rasulullahi alayhi salatu wassalam. Kemi arritur deri tek përfundimi i umrës, që e ka bërë umrën pra Rasulullah alayhi salatu wassalam së bashku me sahabët. Ju rikujtojmë edhe një herë disa pika që i kemi përmend javën e kaluar. Të nderuar vëllezër dhe motra, hadithi i Xhabirit kemi thonë është i rëndësishëm për shkak se është hadith i gjatë që përshkruan pothuajse në detaje haxhin se si e ka bërë Rasulullahi alayhi salatu wassalam. Përveç kësaj është hadith i saktë. Dhe e treta është se Xhabir radhiyallahu ta'ala anhu është njëri prej sahabeve më eminent, prej shokëve të Rasulullahit alayhi salatu wassalam, i cili në moshë të shtyr pra e ka treguar pra këtë hadith dhe që ka përjetuar haxhin së bashku me Muhamedit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu kemi cekur se për me qenë haxhi i pranuar, dietarët kanë thonë në radhë të parë haxhi duhet me qenë më bo shumë i sinqert, pra për hatër të Zotit Xhelashanu. Jo më bo për syfatësi, jo më bo për emën, pra kjo është shumë më rëndësi çdo musliman i cili ka bën një jetë për më përgatit për këtë udhim, për me kry këtë shtyllë të Islamit, duhet ta ketë parasysh se gjitha veprat duhet me bëu për hatër të Zotit Xhelashanu. Padyshim dhe nuk i pranon Zoti Xhelashanu vetëm sa ato veprat të cilat janë të sinqerta. E dyta, duhet më mundu që haxhi më bëu në përputhshmëri me traditën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Khudhu anni manasikakum. Muhamedi sa më ka thonë merrni nga unë dhe praktikoni ashtu siç i praktikoj unë ritualet e haxhit. E treta, të ndullazën dhe motra, duhet më mundu haxhiu gjatë qëndrimit në vendet e sheta dhe gjatë këtyre ditëve të bekuara, më mundu sa më shumë me kry obligime fetare, obligime generale të cilat janë gjitha ato kërkesa fetare, dhe në veçanëri mi kry në përpikri dhe më thonë urnat e haxhit. E katërta, mu distancu prej gjërave të cilat janë të ndaluara, prej gjërave të cilat janë të dyshimta dhe prej gjërave të cilat janë të urrëtura. Me një fjalë, haxhiu duhet më mundu që gjatë qëndrimit të tij në haxh mi kompletu karakterin e tij dhe më bëu një musliman i mirë. Dhe e pesta, edhe që kjo është prej gjërave kryesore, duhet më mundu haxhiu që investimin që e bën, pra pasuninë që e ka investuar për haxh, me qenë pasuni e halalit. Me lejen e Zotit Xhelashanu, kush i ka parasysh këto 5 pika, këto 5 çështje, atëherë me lejen e Zotit Xhelashanu, Allahu kom ja pranu haxhin, kom pas haxh mabrur, edhe shpërblimi i tij është xheneti dhe do të kthehet nga çabja, që Zoti ju amundsoft gjithëve më shkon çabe, e u amundsoft Zoti Xhelashanu gjithë me kry haxhin, do të ktheheni në shtëpitë tuaja, sikurse atë ditë qysh ju kanë lind nënat e juaja pa pas asnjë gabim, apo pa pas asnjë mëkat. Do të vazhdojmë pra aty ku kemi lënë me hadithin e Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu. Haxhi të ndullazën i ka 3 forma se si bëhet. Është haxhi qiran, është haxhi ifrad, edhe është haxhi tamattu. Se cilën formë që e bën me lejen e Zotit Xhelashanu, të trijat janë të legjitimshme. Muhamedi alayhis salam e ka bëu haxhin qiran, pra e ka pas me vete kurbanin, pra ka marrë nga Medina, e ka marrë rrugës në Mekë edhe e ka bëu dhe tavafin. Në sa në gjitha ato rituale, domethënë i ka bëu me kurbanin e tij. Allah alem, ndoshta në Çabe nuk ka hi me kurban, mirë për kryesore e ka marrë kurbanin prej Mekës, prej Medinës, edhe e ka prit deri në ditën kur duhet të therrët kurbani. Ky haxh quhet haxhi qiran. Këtë haxh e ka bëu Muhamedi alayhi salatu wasallam. Ndërsa kur e ka përfundu umrën Rasulullah alayhi salatu wasallam, ju ka thonë sahabeve kush nuk ka kurban me vete,
thet feljet e halal. Çka do thot feljet e halal? Do thonë ta konsideron këtë ritual si umre dhe le të zhvesh rrobat e ihramit dhe le të vishet me rroba normale. Dhe i ka inkurajuar sahabët që ta bëjnë, domethënë haxhin tamattu, që është lloji i dytë i haxhit, që quhet haxhi tamattu. Cili është haxhi tamattu? Është ai haxhi i cili i paraprin një umre e pastaj domethënë bëhet haxhi. Ndërsa ai qirani është i integruar. Umrja është integruar në të, domethënë edhe haxhi. E haxhiu i cili bën haxhin qiran nuk guxon mi zhvesh rrobat e ihramit. Duhet me qëndru me ihram prej ditës kur nisesh nga shtëpia derisa ti gjun gur, domethënë në ditën e Bajramit. Dhe haxhi i tretë është haxhi ifrad. Ky bëhet pa kurban, edhe ky bëhet pa umre. Domethënë bëhet pa kurban edhe bëhet pa umre. Fal Zoti xhaleshanu, shumica haxhive sot e bën haxhin tamattu. Domethënë bëhet umra përpara, pastaj domethënë bëhet haxhi. E kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka përfunduar sajin, që kemi shpjeguar sajin domethënë në javën e kaluar, atëherë ju ka thonë sahabëve, tash zhveshni rrobat e ihramit dhe qëndroni domethënë me rroba normale dhe domethënë jeni të lirë prej shumë atyre gjërave të cilat i keni pas të ndaluara gjatë kohës kur keni qenë në ihram. Pasi që e ka përfunduar këtë pjesë, ka ardhur Aliu radiallahu ta'ala anhu, siç tregon Xhabir radiallahu ta'ala anhu, wa qadima Aliun min al-Yaman bi badani an-nabi sallallahu alaihi wasallam فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حلت ولبس ثيابا صبيغة. Tash Xhabiri tregon për Aliun radiallahu ta'ala anhu. Thot Aliu ka ardhur direkt prej Yemenit, ka ardhur në Mekë. Domethënë për shkak se Aliu ka qenë në Yemen. Domethënë Muhamedi alayhis salam e ka dërguar Aliun me mision në Yemen dhe Aliu prej Yemenit ka ardhur në Mekë. Kur ka ardhur në Mekë, Aliu radiallahu ta'ala anhu e ka pa Fatimen, bashkëshortën e tij, vajzën e Muhamedit alayhis salam, e ka pa domethënë të veshur me rroba, domethënë që Fatimja është përgatit mi prit burrin e saj. Domethënë është ly, i ka vesh rroba të bukura, rroba të mira. Edhe Aliu radiallahu ta'ala anhu i ka thonë, pse po vepron kështu, a di se ti je në haxh? Fatimi e ka thonë, po babi im, pra pejgamberi alayhis salam, Muhamedi alayhis salam, më ka thënë që të përgatitna, domethënë me të prit ty ose që të dal prej ihramit. Flitet që Aliu radiallahu ta'ala anhu është qetësu, për shkak se s'ka ditë që ka mundësi me pas edhe umre, me pas edhe haxh në muajt e shet, pra në muajt e haxhit. Këtë meselë domethënë e kena shpjeguar në javën e kaluar. Derisa ka shku edhe ka pyet Resulullah alayhi salatu wasalam dhe e përshkruan Xhabir radiallahu ta'ala anhu, thot ka shku me një farlloj nervoze Aliu te Muhamedi alayhi salatu wasalam, edhe në një farë mënyrë për mi çortu Fatimen, edhe për mi pyet Muhamedin alayhi salatu wasalam, a vërtet ti ja ki leju domethënë Fatimes dhe muslimanëve domethënë me dal prej ihramit derisa të fillon domethënë dita e haxhit? Atëherë Muhamedi alayhi salatu wasalam i ka thonë Aliut radiallahu ta'ala anhu, sadaqat, domethënë i ka thonë 2 herë. Flitet që Aliu radiallahu ta'ala anhu, apo siç e tregon Xhabir radiallahu ta'ala anhu, i ka sjell me veten 100 koka të kurbanave. Domethënë i ka sjell prej Yemenit 100 koka të kurbanave dhe këtu pra Resulullah alayhis salam me sahabët pasi që kanë përfunduar umren, kanë qëndruar deri në ditën e 8, kanë qëndruar në Mekë. Pra afër haremit aty. Pastaj të nullazën dhe motra, në ditën e 8, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me sahabët, me haxhit, me muslimanët, në ditën e 8 të muajit të Dhulhijhes, që njihet si dita e Tarwiya, apo është dita e parë e ritualeve të haxhit. Haxhi i ka 5 ose 6 ditë. Pra ceremonia e haxhit si një shtyllë e Islamit duhet patjetër me pas 5 ose 6 ditë. A kemi të qartë? E dita e parë e haxhit është dita e cila njihet si Yawmut Tarwiya. Pra dita e Tarwiyas. Pse është quajtur kështu? Për shkak se Mekasit e kanë marrë ujin prej Mekës dhe e kanë dërguar në Mina. E Mina, domethënë është pjesa e parë, nga aty domethënë fillojnë ritualet e haxhit.
Rasulullah a.s. në ditën e Tarwiyes i ka mësu sahabet dhe ju ka thënë se tash përgatituni për mi bo haxhin. Domethënë këtë ky veprim që kanë bërë deri tash ka qenë umre. E tash në ditën e 8 të muajit Dhul-Hijjes, pra në ditën e Tarwiyes, tash realisht domethënë fillon procedura e haxhit. Edhe Rasulullah a.s. është nis për në Mina. Atje e ka falur namazin e drekës, e ka shkurtuar, e ka falur 2 recate, e ka pritur derisa ka hikuar i kindis, e ka falur namazin e kindis, po ashtu e ka shkurtuar, e ka falur 2 recate, e ka falur namazin e akşamit të yatsis dhe ka flet në Mina. Të nesërmen e ka falur namazin e sabahut dhe ka prit derisa ka lindur dielli. Pas lindjes së diellit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me sahabet është të nisur për me shku në Arafat. Domethënë, një ditë para Arafatit preferohet kush ka mundësi me shku në Mina, me qëndru në Mina, pastaj prej Minas mu nis domethënë për në Arafat. Të ndru vllazën dhe motra, sot duke pas parasysh është fluks shumë i madh. Edhe pothuajse një pjesë e ritualet të haxhit gati se është e pamundur domethënë që të implementohen. Atëherë domethënë qëndrimi në ditën e parë në Mina domethënë thjesht është sunet. Nëse dikush nuk rrin atëherë domethënë nuk ka bërë domethënë diçka që shkel prej dispozitave domethënë të haxhit. E nëse dikush ka mundësi, e tash zakonisht domethënë haxhi bëhet në mënyrë të organizuar. Domethënë Ministria e Haxhit e Arabisë Saudite bashkëpunon me kompani të cilat organizojnë haxh, siç është për shembull tek ne Bashkia Islame, dhe tash këta i koordinojnë. Nëse jepet mundësia për me bën një veprim të caktuar, atëherë autoritetet japin leje. Nëse jepet mundësia, atëherë autoritetet tregojnë se për shkak të fluksit, për shkak të lëvizjes dhe për shkak të numrit të madh, atëherë është e pamundur domethënë që të bëhet një veprim i caktuar në kohën e caktuar. Andaj, për këtë arsye, qëndrimi para ditës së Arafatit në Mina domethënë themi se është sunet. Atëherë është nis Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe rrugës duke ecur ka arrit në vendin e quajtur Namira. Aty sahabet flitet në disa transmetime se Muhamedi sallallahu ju ka thënë që vendosen në një tent. Edhe aty Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka arritur në kohën kur dielli ka qenë para zenitit. Domethënë zeniti është kur dielli është në kupën e qiellit. Aty ka arritur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka pushuar pak, tash është dita e Arafatit. Domethënë ditën e nesërme, dita e 9 e muajit Dhul-Hijjes, që është dita e Arafatit, pra ka arritur në vendin e quajtur Namira, që është në kufi të Arafatit, domethënë para se me hinë në Arafat. Aty ka qëndruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri në zenit. Ka prit derisa ka kalu zeniti, pastaj domethënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka së bashku me sahabet kanë hecur dhe kanë hyrë mbrana, domethënë territorit të Arafatit. Edhe aty Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasi që ka hi koha e drekës, në xhamin që tash është sot, domethënë në Arafat, aty Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka fal drekën së bashku me ikindin. M'fali, domethënë masi që ka hi koha e drekës, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është afru domethënë tek ajo vendi që sot njihet si Jebelur Rahma. Domethënë kur shkoni në haxh, e keni më pa është një far kodra aty, që ajo kodra quhet, domethënë mas nej me kalimin e kohës e ka marrë emrin Jebelur Rahma, kodra e mëshirës. Aty Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë hutben e Arafatit. Aty Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pra është ngritur edhe e ka marrë atë hutben që njihet domethënë në ditën e sotit si hutbja lamtumirëse e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe konsiderohet prej hutbeve më madhështore të Rasulullahit alaihi wasallam për shkak se e ka thënë në ditën më të madhe të vitit, në ditën më të mirë, në ditën më të bekuar, dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aty i ka konfirmuar edhe një herë parimet dhe themelet kryesore të fesë son islame. Dhe ndër të tjerat, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka folur, domethënë disa ndërto që i ka ruajtur Xhabir radhiyallahu ta'ala anhu, është ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Thot nderi dhe gjaku i juaj janë të shajta ashtu siç është i shajt ky vend
dhe ashtu siç është e shajt, domethënë siç është i shajt ky muaj. Pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka anuluar disa tradita të shëmtuara të cilat kanë qenë, pra ka qenë hakmarrja, edhe ka qenë, domethënë kamata, ngrënia e kamatës, dhe Muhamedi alayhi salatu wasallam tekstualisht ka thënë thëtë ngrënia e kamatës dhe e ka filluar nga agja i tij. Domethënë ka qenë tradit, arabët e kanë hongër shumë kamaten, sidomos tregtarët, sidomos pasunikët, dhe thëtë e anuloi në radhë të parë kamaten e agjësim, domethënë Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe thëtë tahta qadamayya hadha. E ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do ta shkeli me këmbë, domethënë që do të thotë disa veprime të shëmtuara të cilat i kanë bërë njerëzit, siç është hakmarrja, siç është vrasja me pa të drejtë, dhe siç është ngrënia e tjetrit të pasurisë, domethënë thotë unë do t'i shkeli me këmbë dhe e filloj nga familja ime. Nga Rabia ibn al-Harith, domethënë hakmarrin, dhe nga Abasi, domethënë e ka filluar ndaljen apo dënimin apo penalizimin e çështjes së ngrënies së kamatit. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka folur për të drejtat e grave dhe i ka porositur sahabët, i ka porositur muslimanët, fattaqullaha fin nisa, thot keni frikë Zotin xhaleshanu dhe keni konsiderat, keni respekt dhe jepni ju dinitetin bashkëshortëve tuaja për shkak se e keni marrë nderin e tyre me besën e Zotit xhaleshanuhu dhe e keni hapur, domethënë lidhjen e tyre me emrin e Zotit xhaleshanuhu. Dhe pastaj Muhamedi alayhi sallam ka përmend disa rregulla të cilat kanë të bëjnë, domethënë me ndërtimin e raporteve bashkëshortore. Pastaj ka inkurajuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të kapemi shumë fort për librin e Zotit xhaleshanuhu. Pra na ka inkurajuar që ne ta mësojmë, të kapemi dhe ta praktikojmë fjalën e Zotit xhaleshanuhu. Andaj të ndërlozën, kuptoni këtë fjalim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si një fjalim shumë interesant, si një fjalim shumë madhështor, që konsiderohet prej fjalimeve apo prej ligjëratave apo prej hutbeve të fundit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Resulullah alaihi wasallam, pasi që i ka thënë gjithë, pasi që e ka marrë këtë fjalim, ka thonë Allahumma shhad, Allahumma shhad. Ju ka thonë sahabeve, ka bo me gisht, thet a jeni ju dëshmitar se unë e kam përmbushur premtimin e Zotit xhaleshanu? A jeni ju dëshmitar se unë e kam kumtuar fjalën e Zotit xhaleshanu? A jeni dëshmitar ju se unë në mënyrë të duhur, domethënë barta në vendin e duhur misionin relevatën e Zotit xhaleshanu? Ata të gjithë kanë thonë po. Andaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë dëshmoni. Ka bo me gisht ka ata, pastaj ka bo me gisht ka Allahu subhanu wa taala. Këtë sahabët pa dyshim se kanë thonë po, me të vërtet ente edejt el amana wa balagte el risala wa nasahte el umme. Kanë thonë po, thë ti e ki përmbush premtimin e Zotit xhaleshanuhu, e ki kumtu shpadën e Zotit xhaleshanuhu dhe na ke mësuar dhe na ke këshilluar në mënyrën më të mirë dhe në mënyrën më të drejtë. Pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pasi që e ka përfunduar hutben e tij, i ka thonë, domethënë muezinit e tij që ta thirrë ezanin, e ka thirrë ezanin, ka fal drekën, ka boj kamet, e ka fal drekën, pastaj ka boj kamet përsëri edhe ka falur ikindin. Domethënë në Arafat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka thirrë një ezan, 2 kamete, e ka fal drekën edhe ikindin, i ka bashkuar edhe i ka shkurtuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasi që ka fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam drekën e ikindin, ka hip në devën e tij në Qaswa, pastaj është nisur tek ajo, domethënë tek vendi që sot njihet, domethënë ajo kodra e Arafatit, edhe aty ka hip, domethënë në devën e tij Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe prej atij momenti deri sa ka perënduar dielli, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke u lutur, dhe kjo është koha më e mirë, domethënë prej ikindi, pasi që të përfundon namazi ikindis dhe deri në akşam, është koha më e mira dhe janë çastet më të bekuara të vitit. Domethënë dita e Arafatit është dita më e bekuar, është dita më me vlerë, është dita më e mirë e vitit, e sidomos pjesa pas namazit të ikindis dhe deri në akşam. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar, domethënë me duar të lartë, saqë sahabët e përshkruajnë thotë edhe i kemi pa, domethënë këtë pjesën e bardhë
në krahërorin e Rasulullahit alayhi salatu wasalam, derisa ka ra dielli dhe disku i diellit domethënë është zhdukur, derisa ka filluar domethënë me humb edhe ajo e kuqja e cila shihet domethënë në horizont. Pasi që prej duave domethënë që i ka bërë Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe që na ka treguar se duaja më e mirë është, ka thënë la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe thotë është duaja që e kam thënë unë dhe e kanë thënë të gjithë pejgamberët para meje. Pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam me mjetin e tij të udhimit, pra me Kaswan, është nisur për në Muzdelife. Edhe Xhabir radiallahu ta'ala anhu tregon thotë pasi që ka perëndu dielli, domethënë ka hyp Usamen, domethënë të dashurin e tij, domethënë Muhamedi sa më ka pas Zeidin, e ka pas shërtorët e tij dhe djali i tij Usame ibn Zeid që ka qenë shërtori i tij dhe e ka dashur shumë Resulullah alayhi sallam, e ka hyp në devën e tij prapa dhe janë nisë me shku për në Muzdelife. Disa prej sahabëve i kanë thonë, a nuk do ta falësh akshomin këtu në Arafat për shkak se ka hiku akshomin? Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë hesni përpara. Dhe të gjithë sahabët janë nisë. Kur janë nisë sahabët për me shku prej Arafatit në Muzdelife, kanë filluar me një farë mënyrë, kanë filluar me një farë nxitimi, saqë edhe kush ka qenë me mjetet e udhimit kanë filluar domethënë me hes pak më shpejt. Saqë Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë i ka tërhekur domethënë dezginat e devës së tij me qëllim që të hetë sa ma ka dale, me qëllim që të mos nxitojnë shumë shpejt haxhit, edhe shpesh ka bërë me dorë es-sekinatu es-sekine. Thot es-sekine thot kujdes edhe mbani, domethënë përmbajeni veten, bëni kujdes dhe mos nxitoni, mirë po hesni, domethënë sa më qetë edhe sa më ka dale. Në disa transmetime tjera që tregohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë prej devotshmërisë së njeriu është në këto momente që ta përmban veten e tij. Të ndrull vllazën është shumë interesante ky detaj që Xhabir radiallahu ta'ala anhu ka përmend për shkak se zakonisht ku të kryet Arafati, edhe ton haxhit kanë dëshirë sa më shpejt domethënë me shku në Muzdelife, saqë fatkeqësisht në numër të madh të haxhive edhe paksa ju hub sabri. Domethënë edhe sikurse Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka parandje se njerëzit domethënë do të nxitojnë dhe për këtë arsye ju ka tërheq vretjen dhe i ka sugjeruar, i ka këshilluar domethënë që të jenë të përmbajtur. Saqë Xhabir radiallahu ta'ala anhu e përshkruan domethënë edhe mënyrën se si ka hes, thot kur ka qenë pak si marr tërporze, domethënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka lshu pak më shlirë dezginat e kafshës dhe ka hes pak më shpejt. Ndërsa kur u kon pak si mas për mungjit sipër, domethënë e ka ndal pak kafshën me qëllim që domethënë me pas kujdes edhe mes me nxitu. Ka shku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Muzdelife, domethënë të ndrullazën të motra. Ne tash jemi duke e trajtuar hadithin e Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu. Mirë po, me lejen e Zotit xhaleshanu, kur të shkojmë në Qabe, kur shkojmë në Hax, kur të shkojmë në këto vende, atëherë në praktik, domethënë secili prej neve do të mësojmë se cila është Arafati, cila është Muzdelifa dhe cila është domethënë Mina. Kur kanë shkuar në Muzdelife, posa kanë arritur, domethënë posa ka arritur Resulullah sallallahu alaihi wasallam me sahabët, me haxhit në Muzdelife, aty flitet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastaj ka marrë abdes, edhe dikush prej sahabëve ka thirrë ezanin, aty domethënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka falur namazin e akşomit, pastaj e ka falë edhe namazin e yatsis. Pasi që ka përfunduar namazin e yatsis, domethënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atëherë është shtrirë edhe ka pushuar, domethënë ka fletur deri në hyrjen e kohës së namazit të sabahut. Pastaj ka falur namazën sabahut, po sa ka hyrë koha e sabahut, e ka falë më një herë. Janë dy çështje të cilat dietarët i kanë përmendur, edhe pse nuk përmendet në hadithin e Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu. Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur nuk e ka lënë pa fal namazin e vitrit. Edhe pse Xhabir nuk e përmend namazin e vitrit, ka përmend vetëm akşamın yatsin, mirë po, në bazë të asaj që dihet nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam, domethënë namazin e vitrit e ka fal Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe në udhtim, edhe kur ka qenë domethënë në vendin e tij. Po ashtu edhe sunetin e sabahit e ka fal Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra, e ka fal akşamın yatsin, ka flet Resulullah sallallahu alaihi wasallam.
pastaj deri sa ka hi koha sabat, e ka fal namazin e sabat, pastaj është ngritur në këmbë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, edhe aty flitet se ka bërë dua gjatë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Edhe posa e ka përfundu, i ka përfunduar lutjet e tij Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Këtu flitet që pastaj e ka marrë dhe ka hip në devën e tij, e ka hip Fadl ibn Abbas, djalin e Axhës së tij. Abbasin e ka pas Axh, ndërsa Fadlin e ka pas djali i Axhës. Fadli flitet që ka qenë djalë shumë i bukur, ka qenë edhe i pashëm, edhe ka qenë i zhvilluar, aty Xhabir radiallahu ta'ala anhu e përmend një detaj shumë interesant. Thet janë të bush shumë njerëz afër Resulullahit alayhi salatu wasallam, edhe kanë qenë edhe disa gra apo disa vajza, edhe e kanë kthyer Fadlin radiallahu ta'ala anhu, edhe Fadli ka kthyer ato vajza, atëherë flitet se Muhamedi alayhi salatu wasallam me dorë ja ka laku fytyrën, Fadlit, me qëllim që të mos dekoncentrohet, pra me një fjalë edhe këtu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ndërhy me dorën e tij nëse ka pa ndonjë gest jo të hishëm që nuk përkon me ritualin apo me tërsinë e haxhit si një ibadet, shumë i madh. Pasi që e ka përfunduar lutjet Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, pastaj është nisur dhe ka shkuar tek vendi ku është pra sot, që është vendi ku gjuhën gurt. Pra është vendi ku gjuhën gurt, aty tregon Abbas radiallahu ta'ala anhu, thot ka qenë një vend paksa i ngritur, ka qenë një pemë, edhe aty Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, me 7 guraleca e ka gjujtur, që sot është vendi ku gjuhën gurt, që quhet si el-Aqabatu el-Kubra, njihet si Jamratul Kubra, vendi i parë ku gjuhën gurt në ditën e parë, pra të ditës së Bajramit. Pasi që i ka gjujt gurt Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, atëherë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam i ka qethur flokët e tij, pra i ka ruajtur komplet, dhe kështu të kanë vepruar edhe sahabët. Pastaj Resulullahi sallallahu alaihi wasallam me dorën e tij i ka therrur 63 kurbana. Dhe me mishin e kurbanave Resulullahi sallallahu alaihi wasallam i ka porositur sahabët, edhe kush ka pas mundësi me enet të cilat i kanë pas, edhe e kanë bërë drekën e Bajramit. Pastaj Resulullahi sallallahu alaihi wasallam flitet se këtu, aty ku i ka gjujt gurt, përsëri e ka marrë një fjalim, që është hutbja e dytë e Resulullahit alaihi salatu wasalam, edhe 63 kurbanat që i ka therr, pjesën e tjetër të kurbanave, pra 27 kurbanat tjerë flitet që ja ka jap Aliut radiallahu ta'ala anhu, edhe pastaj Aliu ka vazhdu me therrjen e kurbanave dhe kështut. Pra këtu përfundon hadithi i Xhabirit radiallahu ta'ala anhu. Janë edhe disa detaje të cilat janë të përmendura në hadithin e Xhabirit radiallahu ta'ala anhu, kur në natën e Muzdelifes, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju ka lejuar, Axhës së vet, Abdullah ibn Abbasit dhe familjes së tij, që të rrinë vetëm një kohë të shkurtër të kohës në Muzdelife, pastaj të shkojnë në Mekë, për shkak se duhet mi përgatit, çështjen e ujit, çështjen e ushqimit dhe mu përgatit për ardhin apo për kthyrjen e haxhive, në Mekë. Andaj këtu dietarët e kanë nxjerrë një dispozitë dhe kanë thënë se ata që kanë arsye të justifikueshme, ju lejohet që të qëndrojnë vetëm një pjesë të shkurtër të kohës në Muzdelife dhe kanë të drejtë që të mos rrinë aty, mirë po të shkojnë në Mekë. Pasi që i ka gjujt gurt, i ka qethur flokët, edhe i ka therr kurbanat, pastaj Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ka shku edhe ka bot tavafin, që njihet si tawaful ifadha apo tawafu ziyara, që dy kuptime e kanë për qëllim atë shtyllën kryesore të haxhit. Pra ne këtu do ta përfundojmë edhe transmetimin e Xhabirit radiallahu ta'ala anhu, duke shpresuar se të ndullazën dhe motra, ky hadith pra konsiderohet hadith bazë që e përshkruan, si tërsi, e përshkruan haxhin e Resulullahit alayhi salatu wasalam. Edhe pse
ka disa rituale tjera të cilat ndoshta hadithi i Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu nuk i ka përmendur. Mirë po, ato të cilat janë thelbësore, ato të cilat janë kryesore, padyshim se hadithi i Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu i ka përmendur dhe i ka treguar. Andaj ne lutim Zotin xhaleshanu që Zoti të na mundson që t'i kuptojmë mirë edhe drejt të gjitha dispozitat të cilat kanë të bëjnë me kryen e ritualeve fetare në përgjithësi edhe të haxhit në veçanti. Për shkak se gjindemi në ditët të cilat vetëm se ka filluar, domethënë rituali i haxhit dhe synimi i këtij seminarit është me vetmin qëllim që të vetëdijsohemi që të gjithë ne ta kuptojmë se na i kemi disa baza, i kemi disa referenca, i kemi disa hadithe të cilat domethënë janë bazë për ta kuptuar domethënë çështjen e një rituali të caktuar, çështjen e disa dispozitave të caktuar. Dhe themi se hadithi i Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu është hadithi kryesor i cili e përshkruan haxhin apo mënyrën se si e ka bërë haxhin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Në fund e lut Zotin xhaleshanu që Zoti të na jep shëndet, të na mundson që të gjithë ne ta kryjmë haxhin, ta kryjmë këtë shtyllë të Islamit dhe që lutim Zotin xhaleshanu që të na mundson Zoti t'i kuptojmë mirë dhe drejt rregullat e haxhit, që ta kemi një haxh të pranuar, të kthehemi në shtëpitë tona ashtu siç na kanë lindur nënat tona dhe që ta fitojmë kënaqësinë e Zotit xhaleshanu, që siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Hajjul mabrur laysa lahu jazaan illa al-janna, haxhi pranuar nuk ka as problem tjetër vetëm se xheneti, walhamdulillahi rabbil alamin.